Faleminderit shumë që jeni me ne në radar si gjithmonë për të folur për atë që ka të bëjë me zhvillimet globale, si njohësi mirë i fushës që jeni. Faleminderit shumë që jeni me ne gjithmonë. Faleminderit për ftesën. Besoj që e keni ndjekur me interes zhvillimet e fundit që lidhen me SBA-n pas aksionit që ndodhi në Venezuelë, që ne diskutuam së bashku herën e fundit. Tashmë duket se ka sinjale drejt një aksioni të ri në Iran. Si e keni parë ju këtë? Tani administrata Trump, si një administratë ekstremiste zioniste që është, i ka vënë vetes si detyrë që të imponoj në planetin ton rendin e saj botror, dhe që zionistët amerikanë të imponojnë këtë rend botror atyre ku duhet që të mundin regjimet kundërshtare të hegemonisë amerikane. Për personat që janë student të shkencave politike dhe të historisë, ata e dinë që amerikanët pas rënies së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 dhe luftën e parë kundër Irakut, nisën atë që presidenti George Bush plaku njoftoi në 11 shtator të vitit 1991, që është rendi i ri botror, apo The New World Order. Në këtë rendin e ri botror, ku idet e këtij rendi janë dhënë pak a shumë nga Samuel Huntington në librin e tij për përleshje e qytetërimeve, amerikanët parashikonin që ata do të bënin luftra kundër qytetërimeve që nuk i bindeshin Amerikës, dhe Huntingtoni cilëson si qytetërimet më kundërshtare të perëndimit që ai e përshkruan si judeo-kristian, ishte qytetërimi islamik, qytetërimi ortodoks dhe qytetërimi kinez. Presidenti Trump, që kur ka ardhur në zyrë në janar vitit 2025, dhe për ata që ndjekin politikën amerikane e dinë që ai është pengli i lobit që fut në Amerikë, se është ky lob që edhe e financoi dhe e zgjodhi. Ai ka vënë vetes detyrë që të vendosi rendin e tij botror, dhe ky rend botror do të dominohet nga dhuna dhe terrori i ushtrisë amerikane. Herën e kaluar ne folëm për luftën në Venezuelë. Qeveria e Venezuelës urrëzuan nga që ajo ishte miqësore, sikur tha edhe sekretari i shtetit Marco Rubio, ishte miqësore me Kinën, Rusinë edhe Iranin, dhe Trumpi kreu krimin e luftës dhe aktin terrorist duke dërguar forcat speciale amerikane dhe rrëmbyer presidentin Nicolas Maduro dhe kërcënuar Venezuelën me bombardime nëse ato nuk i vjen në natyrë. Dhe guri tjetër i shahut në këtë luftën globale që amerikanët bëjnë është Irani. Tani Irani përbën disa probleme për të diktaturën botrore amerikane. Në aspektin ekonomik, Irani, sikur Venezuela, ishin furnizuesit kryesor me naftë të Kinës. Se për personat që e dinë filozofinë politike të presidentit Trump, është që ai do ta kthejë Amerikën në xhandarin ndërkombëtar, pak a shumë sikur ka qenë Britania në shekullin e 19, dhe përveç se do të kërcënoi dhe poshtëroi qinjet e tij, me kërcënimet që ne po shohim që po bën kundër Kanadas, Meksikës, Kolumbisë, Danimarkës, Italisë, Francës dhe të tjerë, ai hallin se Irani ka se Irani duke i shitur naftën Kinës, nafta iraniane e mban ekonominë kineze që të
prodhoj sa më shumë. Nga që armiku final për mendjen e presidentit Trump është Kina. Pse është Kina? Nga që Kina është fabrika e botës. Dhe Trumpi është pak a shumë për ata persona që janë mosha ime, që mbajnë mend fjala bie Shqipërinë e viteve 90, nëse dikush kishte një biznes, do të vinin gangsterët dhe do të vinin gjob që t'jepi atyre haracin, dhe po doje t'ishe i pavarur, ata do të vrisnin. Dhe kjo është sjellja që Trumpi po bën me botën dhe në veçanti me Kinën. Dhe Irani përbën problem sepse Irani është aleat i Kinës, i shef Kinës naf, po përveç kësaj, Irani ka edhe probleme të tjera për gjeopolitikën izraelito-amerikane. Irani është vendi i fundit që ka ngelur pa u rrëzuar në botën islamike dhe që akoma hapur mbështet Palestinën. Nëse keni parë në ditët e fundit, pikat që Donald Trumpi dhe sekretari i shtetit katoliku fanatik që del edhe me krysh mball, Marco Rubio, po i vëjnë Iranit, është që një, Irani nuk duhet të ketë fare program nuklear. 2, Irani duhet të shkatroj raketat e tija të cilat përcënojnë Izraelin. 3, Irani duhet të lejoj të ashtë quajturën opozit, apo më saktë diversantët dhe grupet diversioniste që duan të rrëzojnë Republikën Islamike dhe ta kthejnë Iranin në një shtet zionist dhe anti-islam, duhet t'i toleroj ata. Dhe pika e 4 që Amerikanët kërkojnë nga Irani, që nuk po mbien mend tani, pika e 4 ka të bëjë me faktin që Irani nuk duhet të sponsorizojë më grupet terroriste. Sa do të thotë, si përkthehet në shqip fjala grupet terroriste nga amerikanët, përkthehet rezistencën palestineze. Sepse Irani financon të gjitha grupet që bëjnë luftë për të mbrojtur xhamin Aqsa dhe për të shtiruar Palestinën nga pushtimi izraelit. Dhe Irani i bën këto 4 gjëra. Edhe pse qeveria iraniane me ministrin e saj të jashtëm Araqin në ditët e fundit i kanë çuar mesazhe amerikanëve që ne nuk duam të zhvillojmë bombën nukleare, amerikanët vazhdojnë që t'i bëjmë presione Iranit në atë që quhet pozita maksimaliste, dhe amerikanët po e kërcënojnë Iranin me luftë në qoftë se Irani nuk i bindet diktatit amerikan. Çfarë po bën sot presidenca e presidentit Donald Trump është pak a shumë e njëjta gjë që bënte Britania në kohën, apo Anglia në kohën e Perandërisë Osmane. Por shikuesit e kanalit tuaj do t'jap një shembull në luftën ruso-turke të vitit 1877, kur Osmanët u mundën nga rusët dhe britanikët prasin Kongresin e Berlinit. Një nga rezolutat e këtij kongresi të Berlinit, përveç ishte kërcënimi që rusët i bëjnë, britanikët i bëjnë rusëve, dhe nuk i lejnë ata që të marrin nën kontroll Bullgarinë edhe Stambollin, por i shtyn mbrapa. Një nga pikat e kongresit Berlinit ishte që Osmanët duhet t'i dorëzonin malit të zi dhe Serbisë, qytetat apo zonat e Plavës dhe të Guçisë. Në atë kohë Sultan Abdulhamiti krijon lidhjen shqiptare, nuk ishte shqiptare, por kështu e njohin shqiptarët, lidhjen e Prizrenit, ku hoxhallarët dhe mystilerët e Tetovës, e Prizrenit, e Dibrës e tjerë, shpallin
gatishmërinë e tyre për të hyrë në luftë, për të mbrojtur Plavën edhe Gucin dhe për të mbrojtur edhe sultanin edhe perandorinë osmane. Si pasojë e lidhjes së Prizrenit, britanikët i thonë osmanëve, ok, meqense shqiptarët do luftojnë për mbrojtjen e lidhjes e Plavës edhe Gucit, atëherë duhet që ti dorëzosh Malit të Zi, Tivarin edhe Ulqinin. Është një libër nga ambasadori britanik që ka qenë atëherë në perandorinë osmane, Edward Creasy. Dhe ai thotë që kur i kërkuam Sultan Abdulhamidit që të dorëzonte Ulqinin edhe Tivarin, Sultan Hamiti refuzoi ta bëjë këtë. Dhe ne çfarë bëm? Ne çuam flotën britanike në Dardanele dhe shkova dhe kërcënova sultanin. I thash, nëse ti nuk i jep Malit të Zi, Tivarin edhe Ulqinit, ne do bombardojmë dhe do djegim Stambollin. Edhe në këtë mënyrë ai e detyroi Sultan Abdulhamidin që i urdhëronte shqiptarët që të tërhiqeshin dhe të lejonin malazezët që të merrnin Plavën, Tivarin edhe Ulqinin. Në gjuhën diplomatike të shekullit të 19, kjo quhet si gunboat diplomacy, apo diplomacia e luftanijeve. Domethënë, ti nuk na bindesh neve, ne jemi më të fortë se ty, të sjellim luftanijet edhe të bombardojmë ty, derisa të detyrojmë që të bësh atë që themi neve. Dhe presidenti Trump dhe zionistët Izraelit këtë gjë po mundohen që t'i bëjnë tani Iranit dhe Imam Khamenei, që ju e keni edhe në foton këtu që ne shohim. Është pak a shumë një përsëritje e Kongresit të Berlinit të vitit 1878, ku fuqitë anglo-zionisto-amerikane kërcënojnë popujt dhe shtetet muslimane që t'i binden diktatit të tyre. Po nëse në rastin e kohës Abdulhamidit lufta ishte vetëm për t'i marrë muslimanëve Tivarin edhe Ulqinin, sot lufta është më e thellë, nga që muslimanët janë mundur. Muslimanët nuk janë më në Ballkan, ne shqiptarët që jemi thjesht minoritar aty, që pushtetin e kanë zionistët sikur Edi Rama me kompani të cilët na fusin në përburgje me policinë e antiterrorit për hiset amerikanëve dhe Izraelit. Pra sot nuk bëhet më fjalë për Plavën dhe Gucin apo Tivarin dhe Ulqinin, po bëhet fjalë për Xhamin Aksa. Se në të njëjtën kohë kur u kolonizua Kosova, Maqedonia, Greqia e Veriut, shumica e Ballkanit që ishte Osman dhe muslimanët u dëbuan dhe u vranë dhe u masakruan, në të njëjtën kohë britanikët do të marrin nga Osmanët Palestinën, të cilën ata do ta kolonizojnë, por hesapi i zionistëve me Palestinën, edhe pse ata e morën mandatin në vitin 1917, tani në vitin 2026, 109 vite më mbrapa, zionistët izraelit nuk kanë arritur që i mundin ende totalisht palestinezët. Dhe nëse fjala bie në 1878 Sultan Abdulhamiti do krijonte Prizren Itifakën, apo lidhjen e Prizrenit, Hoxh Ali Khamenei, që ju keni këtu në foto, ka themeluar që në vitin 2003 atë që njihet si boshti i rezistencës, që mund quhet lidhja e rezistencës të popujve musliman, lidhje e cila nëpërmjet grupeve të ndryshme militante islamike, sikur Hamasi, Hizbullahi, Huthit, milicite e Sirisë, e Irakut e tjerë, me mbështetjen e Iranit, rezistojnë kolonizimin izraelit. Dhe ajo që po ndodh tani është pak a shumë një nga fazat e fundit të betejës
për pushtimin e Palestinës dhe për shkatrimin e Xhamit Aksa, betejë e cila nisi në 109 vite më herët, në një kohë kur unë edhe ti nuk ishim akoma në planetin Tokë, por ishim në atë që njihet si Alemul Ruh, apo botën e shpirtrave, dhe kjo betejë ka ndodhur në kohën e stërgjyshërve tanë, kur stërgjyshërit tanë Osman luftonin për të mbrojtur kufijtë e derës të Osmanit dhe kalifatin e fundit të Islamit sunit. Qartë, zoti Yazidxhi, po ashtu duket se edhe Irani është kundërpërgjigjur po me të njëjtën gjuhë ndaj SBA-s, duke pasur dhe një stërvitje ushtarake në kanalin e Hormuzit, madje me armë të vërteta është bërë kjo lloj stërvitjeje. Çfarë tregon kjo, duke qenë se dihet që kanali i Hormuzit është teatër rëndësishëm për tregtinë? Manovrat ushtarake iraniane duhet fillonin dje, në datën 1 shkurt, dhe iranianët do fillonin këto manovra në kundërpërgjigje të manovrave ushtarake që amerikanët do bonin me flotën e tyre, por vendet e Gjirit Persik edhe Turqia, të cilat janë të gjitha të trembura nga një luftë që mund ndodhi ndërmjet Iranit dhe SBA-s, i kanë kërkuar amerikanëve që të bëjnë marrëveshje me Iranin dhe mos hyjnë në luftë. Irani do t'i bënte këto manovra si kundërpërgjigje ndaj amerikanëve, ka që sikur ka deklaruar edhe Imam Ali Khamenei, që ju keni këtu në foto, iranianët nuk kanë frikë, biles në një video që faqja e tij zyrtare Khamenei i lëshoi përpara pak ditësh, Imam Aliu e krahason të betejë që po i vjen tani Iranit me betejën e Uhudit, kur muslimanët ishin të dobët, ishin pakicë, u rrethuan nga bandat e qafirëve Kurejsh, megjithatë ndihma e Allahut u erdhi atyre. Dhe Imam Ali Khamenei i ka apeluar popullit iranian që mos të trembet, dhe i ka thënë që ne do luftojmë sikur luftuan muslimanët në betejën e Uhudit me Hazreti Hamzain në krye kundër hordhive të jo besimtarve. Irani nuk ka frikë nga lufta, edhe pse SBA-ja, Izraeli, Britania, Franca, e që në këto momente që ne flasim, në detin Meze dhe detin e Kush ka anije franceze britanike, i kanë shkuar në ndihmë amerikanëve dhe izraelitëve, dhe këto luftanie kanë një arsenal superior në krahasim me atë që ka Irani. Irani sërish është një fuqi madhore ushtarake në linjën e mesme, sikur tregoi edhe lufta 12 ditore që ndodhi në qershor të vitit 2025. Irani ka mundësi që ta dëmtojë shumë rënd Izraelin. Dhe komandantët e ushtrisë iraniane i kanë thënë amerikanëve që në rast se juve na godisni, ne do të kundërpërgjigjemi dhe do djegim të gjitha bazat amerikane që janë në vendet arabe dhe do të rrafshojmë edhe Izraelin. Dhe iranianët, edhe pse nuk posedojnë arsenal nuklear, sikur ka Franca, Britania, Amerika dhe Izraeli, ata nuk i friksohen vdekjes, pasi në filozofinë e ushtrisë iraniane apo e ashtë quajtura garda revolucionare, një ushtri e themeluar nga Imam Khomeini, që ka qenë hoxh i Iranit përpara këtij hoxhës që ne shohim sot, Imam Khamenei. Ata besojnë që shteti iranian dhe ushtria iraniane është ushtria e Imam Mehdiut, dhe në për hadithet e tyre, iranianët besojnë që përpara fundit të botës, që futëria do të mblidhet në Palestinë, do të bëj krime të llahtarshme kundër muslimanëve, por edhe kundër njerëzimit.
Ama iranianët besojnë që në fundin e kohës Allahu do të zbresi Imam Mehdiun, i cili do t'i mobilizojë muslimanët në luftën kundër Dajjalit. Dhe ka shumë filozofë iranian që besojnë që epokën e jemi sot, epoka e internetit, e inteligjencës artificiale, e dronëve, e armëve të tmerrshme që po ndodhin, krimet që Izraeli dhe Amerika po bën në lindjen e mesme. Duhet kujtojmë këtu që pas pushtimit të Irakut, amerikanët vranë mbi 1 milion musliman. Gjenocidi që Izraeli bëri në Gaza, ku në luftën 2 vjetore vrau mbi 100.000 musliman dhe gjymtoi gjysmë milioni njerëz. Të gjitha këto llahkari që ne po shohim, apo sikur ka treguar një studim i Universitetit Brown në SBA, pas nisjes së luftës së dytë kundër Irakut në vitin 2003, amerikanët dhe izraelitët kanë vrarë në të gjithë botën muslimane rreth 4.5 milion njerëz, duke futur këtu vende që nga Afganistani, Pakistani e deri në Libi. Dhe gjitha këto krime të llahtarshme, sipas iranianëve, janë shenja të asaj që njihet si ahirul zaman, apo fundi i kohës, ku në hadithet e kësaj periudhe besohet që do të vi ajo perandoria e Dajjalit, apo ajo që të krishterët e quajnë si perandoria e antikrishtit, i cili do të bëjë masakra të papara kundër njerëzimit. Por iranianët me besimin e tyre, që ata besojnë që janë ushtria e Imam Mehdiut, ata nuk i friksohen luftës me amerikanët, nga që ata besojnë që edhe nëse vriten në këtë luftë, ata do të shkojnë shahid, do shkojnë në xhenet tek Allahu, dhe në fund të gjithë këtyre provave muslimanët do të triumfojnë, nga që Imam Mehdiu do t'i udhëheqë ata, dhe me Imam Mehdiun ata do ta mundin me sinhi Dajjalin. Neni 5 i Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit thotë që personi që drejton Iranin, që është lideri suprem, në rastin ton është personi që ne shohim Imam Ali Khamenei, ai është zëvendësues i Imam Mehdiut. Dhe iranianët besojnë që në momentin që Imam Mehdiun do ta sjellë Allahu në tokë, që do të udhëheqë ushtritë e Islamit, Khamenei apo kushdo që tjetë udhëheqës i Iranit e ka me detyrë nga ana e Kushtetutës së Republikës Islamike që duhet t'japi dorëheqjen dhe pushtetin e gjithë komunitetit musliman botror duhet ta ketë Imam Mehdiu. Ky besim apokaliptik i iranianëve shkon paralel me besimin që kanë zionistët shqiptar. Njerëz sikur Benjamin Netanyahu, Ben Gviri e të tjerë besojnë që është detyrë e tyre që ti shparrosin muslimanët dhe të bëjnë atë që në Bibël ata njohin si Armagedon, nga që ata besojnë që duke i vrarë në masë muslimanët, Zoti do t'i falë çifutët nga mallkimi që ata kanë, dhe do t'i zbresi Meshian apo Mesin, i cili do t'u falë mëkatet dhe do t'i çojë në xhenet. Por arsye pse amerikanët dhe izraelitët duan që ta shkatërrojnë Iranin, është se në këtë moment ka kritik për Islamin që jemi sot, ku muslimanët nuk e kanë më kalifatin e tyre Osman, i cili u zhduk që në shekullin e 20, ku regjimet nacionaliste arabe, sikur Libia e Muammar Gaddafit, Siria e Bashar al-Assadit, Iraku i Saddam Huseinit, Jemeni, Sudani, janë shkatruar të gjitha. Zionistët amerikanë dhe izraelit besojnë që ata duhet që të zhdukin Iranin,
të ndryshojnë regjimin në Iran si kur e ndryshuan në gjitha vendet e tjera myslimane, nga që Netanyahu dhe zionistët kanë si projektin e tyre final shkatrimin e Xhamis Aksa. Për personat që kanë vizituar murin e lotëve dhe Xhamin Aksa, si puna ime, aty në Xhamin Aksa, cila është kibla e parë e myslimanëve, që përmendet edhe në Kur'an dhe muslimanët në Xhamin Aksa kanë historinë e Israit dhe Mirazhit, kur profeti alayhis salam udhtoi me burakun nga Mekka për në Jeruzalem dhe nga Kutsi për në qellin e 7, ku ai aty u takua me Allahun dhe Allahu edhe urdhroi profetin Muhammed që ne të falemi. Dhe ndërsa për myslimanët Aksa është kaq e shenjtë, zionistët besojnë që ata duhet ta shkatrojnë këtë xhami, sepse ata besojnë që duke shkatruar këtë xhami, ata do të ndërtojnë më pas tempullin e Dexhallit apo të Sholomonit. Ata besojnë vetëm duke shkatruar xhamin Aksa, Zoti do të mbresë atyre me shian dhe më pas ata do të sundojnë të gjithë njerëzimin. Dhe pse duhet zhdukur Irani, nga që si amerikanët si izraelitët e dinë që për sa kohë Irani të jetë një republikë islamike, ata nuk do ta shëmbin dot xhamin Aksa. Nëse ata shëmbin xhamin Aksa, ditën tjetër Irani do ta bombardojë, do ta mbysi me raketa Izraelin. Dhe plani zionistëve është që, apo më saktë kryeministit të tyre Benjamin Netanyahu është që do ta zhdukim Ayatollah Khamenei, duhet ta zhdukim gardën revolucionare, duhet ta shkatrojmë regjimin në Iran, mundësisht ta fusim Iranin në luftë civile që Irani të përfundoi sikur Iraku kur amerikanët hyn aty në 2003, se vetëm duke shkatruar Iranin, ata do të jenë të sigurt që nuk do ketë më ndonjë fuqi myslimane e cila do të ndalojë ata nga plani i tyre apokaliptik që është shkatrimi i Xhamis Aksa, plan i cili sipas besimit të xhifutëve ekstremistë do të kulminojë me ndërtimin e një diktature globale nga Izraeli, ku Izraeli do të sundojë gjithë njerëzimin dhe nën atë antikrishtin që do vi t'ju thënqi ata, me shian, atëherë të gjithë qeniet e tjera njerëzore do kthehen në sklever të xhifutëve. Qartë, por meqense dolet në këtë tematik para disa javësh, ditësh, edhe kryeministri Edi Rama kishte një vizitë të tij në Izrael. Si e komentoni ju? Vizita e Edi Ramës në Izrael është kulminacion i një sër overturash që regjimi i rilindjes së Edi Ramës ka bërë ndaj Izraelit. Rama që kur ka ardhur në pushtet në vitin 2013 dhe për personat që njohin Ramën nga afër dhe familjarisht, është një person me një urrejtje të papar për Islamin dhe muslimanët, dhe ai që kur u soll në pushtet nga mafia zioniste e sorosistëve, ai ka bërë në Shqipëri krime të njëpasnjëshme kundër komunitetit musliman. Do të kujtojmë që një vit pasi Rama vjen në pushtet, në 2013, ai do themeloj policinë e antiterrorit, e cila është pak a shumë një lloj Gestapoje kundër muslimanëve, ashtu sikur Gestapo apo vapen SS persekutonin që futët në Gjermaninë hitleriane, edhe policia antiterrorit në Shqipëri bën të njëjtin gjë. Në vitin 2014-15 në regjimin e Ramës ne do kemi arrestimet më të mëdha
të besimtarëve dhe hoxhallarëve musliman në Shqipëri që nga koha e Hoxhixhodës dhe Enver Hoxhës. Në vitin 2016 Rama do të bëj bastisje masive në të gjithë Shqipërinë, kur ekipi izraelit do të vishë do luaj futboll në Shkodër në nëntor të vitit 2016, ku regjimi i Ramës do të arrestojë mbi 150 besimtarë në gjithë vendin. Dhe domethënë Rama që kur ka ardhur në pushtet ka ndjekur një agjendë shumë anti-islamike. Kjo agjendë, përveç persekutimit të muslimanëve shqiptar, burgosjes së tyre, survejimit, konfiskimit të pasurive, shkatrimit të karrierës tyre, etj., ka shkuar në paralel edhe me shkatrimin e marrëdhënieve të Shqipërisë me botën muslimane. Kur Rama vjen pushtet, 3 vite më mbrapa, në 2016, ai në Shqipëri do të strehojë mujahedinët iranian, 3000 veta, të cilët do të ndërtojnë një kamp paramilitar në Manës, nga i cili kamp do të drejtohen sulme terroriste kundër Iranit në koordinim me Mossadin izraelit. Pas sjelljes së mujahedinëve në vitin 2018 me kërkesën direkte të Benjamin Netanyahut, Rama do të dëbojë nga Shqipëria ambasadorin iranian, ndërsa 4 vite më vonë, në vitin 2022, me justifikimin e sulmeve kibernetike, sulme të cilat edhe njerëz afër me Ramën e dinë që nuk i ka bërë Irani, por ndoshta i kanë bërë izraelitët, ai do të përdori sulmet kibernetike si një tjetër justifikim për të mbyllur ambasadën iraniane në vend, dhe Shqipëria do të kthehet në një nga vendet më armiqësore kundër Izraelit. Tani, vizita e Ramës dhe fjalimi që ai mbajti në Knesetin izraelit në datën 27 janar tregoi disa gjëra. Gjë e parë është që Edi Rama nuk është një njeri apo sundimtar i dosidoshëm i Shqipërisë, ai është një agent izraelit. Pritja që Benjamin Netanyahu i bëri në Kneset dhe përshëndetje që ju dha Ramës si nga partia në pushtet që është Likudi, ashtu edhe nga opozita izraelite e Yair Lapidit, tregon që në qarqet izraelite ata e dinë që Rama është një nga aleatët e tyre më strategjik në luftën kundër Islamit. Në fjalimin e tij, Rama gënjeu nga ana historike, duke thënë izraelitëve që në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore u shpëtuan të gjithë shqiptarët, fakt që nuk është i vërtetë, nga që në Shqipërinë në kryeslingje naziste të luftës së dytë botërore janë arrestuar 281 shqiptar që janë çuar në kampet e përqendrimit nga divizioni SS Skënderbej. E dyta, Rama përsëriti atë që ka thënë edhe në nëntor të vitit 2024, kur ai shkoi në OKB dhe i bëri thirrje izraelitëve për tu vendosur në Shqipëri, është pak a shumë thirrje për kolonizim. E treta, në fjalimin e tij, që Rama mbajti si në Kneset, ashtu edhe në Muzeumin e Holokaustit, ai tregoi izraelitëve që Shqipëria, që është në sundimin e tij, është kthyer në qendrën kryesore të strehimit të atyre që ai quajnë opozita iraniane, por që në fakt janë terroristë iranian, janë mujahedinët e Mariam Rajavit, një organizatë e cila ka bërë krime kundër Iranit, duke vrarë me mijëra iranian, ushtarak, civil, shkencëtar etj. Dhe kjo ushtria e mujahedinëve për deri në vitin 2003 ka qenë besnike e regjimit të Saddam Huseinit dhe kanë bërë edhe krime në Irak, duke vrarë me mijëra arab edhe kurdë. Por Rama u përmendi izraelitëve faktin që Shqipëria strehon mujahedinët, për t'i treguar izraelitëve që unë për juve jam duke bërë çdo gjë. Ai përmendi edhe faktin që mbylli ambasadën iraniane, dhe të gjitha këto fakte që ai ja prezantoi publikut izraelit në prezencën e Benjamin Netanyahut, i bëri për t'i thënë izraelitëve që shikoni, unë jam aleati juaj më besnik, unë nuk e pyes fare, du ta di fare për shqiptarët, që janë një popull me shumicë muslimane. Unë e kam futur
Shqipërinë në luftë me Iranin për t'ju bërë shefin juve, dhe për personat që pan fjalimin e Ramës në Knesetin izraelit, kur ai bënte të prezantim para deputetëve të Shifut dhe Benjamin Netanyahu, ati i merre i zëri dhe i dridheshin këmbët. Pse i dridheshin këmbët dhe i merre i zëri Ramës, është që Rama e di që sot perëndimi që ne shohim, Amerika, e cila ka në dorë jetën e Ramës, që mund ta burgosi atë sikur burgosi kryetarin evangelist të Bashkisë së Tiranës, Lalierin, ku Lalieri ka qenë më zionist se sa Rama. Domethënë, ai në fjalimin që mbajti në Knesetin izraelit, i ofroi Shqipërisë ndërkombëtare që ta djegi gjithë Shqipërinë, vetëm e vetëm që izraelitët ta mbështesin atë, të influencojnë të Trumpi. Edi Rama ka qenë armik i Trumpit përpara të vinte Trumpi në pushtet, dhe ai i tregoi izraelitëve që ai do ta bëjë Shqipërinë kurban ta Izraelit, do hynë luftë jo me Iranin, por me gjithë botën, vetëm që t'i bëjë shefin Izraelit, dhe në shkëmbim të marri mbështetjen izraelite, ashtu si kur kanë diktatorët të Arabisë Saudite apo Emirateve Arabe, të cilat i mban në pushtet Amerika. Në përgjigjen që Benjamin Netanyahu bëri ndaj fjalimit të Edi Ramës në Kneset, ai i apeloi izraelitëve që të fillojnë edhe të vizitojnë Shqipërinë, përmendi faktin që vizitat e turistëve izraelit ndaj Shqipërisë janë arritur në 800%. Dhe çfarë do thotë kjo gjë? Kjo do thotë që faktën kjo është mënyra se si shumë analistë janë duke lexuar këtë zhvillim. Rrezik duhet të kemi ndonjë fakt sekret ndërmjet regjimit të Edi Ramës me Izraelin, ndoshta për ta kthyer Shqipërinë në një Palestinë të dytë. Kur britanikët bën me zionistët në vitin 1917 deklaratën e Balfurit, popujt mysliman nuk e dinin se çfarë po bëhej me ata. Në atë kohë ishte lufta e parë botërore, arabët ishin mashtruar nga anglezët, të cilët me Laurencin e Arabisë bindën Sherif Husseinin, që ishte bashkiaku i Mekës, e bindën atë që i bindi arabët që të hynë në luftë kundër turqëve, duke u premtuar arabëve që nëse juve luftoni me ne kundër Osmanëve, ne do t'u japim juve një kalifat arab. Ndërsa arabët në atë kohë luftonin kundër turqëve, në anën tjetër britanikët dhe zionistët kishin nënshkruar faktin sekret apo deklaratën e Balfurit, ku britanikët i premtuan qifutëve që do t'u jepin atyre Palestinën. Dhe edhe në këto momente kur ne shohim Edi Ramën, i cili është kthyer në një nga personat më të rëndësishëm të zionizmit ndërkombëtar, ku ai i ka falur apo më saktë po i fal familjes Trump ishullin e Salvanit, ku ai u mburr në Knesetin izraelit që thoshte problem armë vetëm nga Izraeli, ku ai haptas i thot izraelitëve hajde dhe vendosuni në Shqipëri, dhe duke ditur edhe faktin që në planet e zionizmit ndërkombëtar, kur ata nisën kolonizimin e Palestinës, në qoftë se qifutëve nuk do t'u heste projekti për kolonizimin e Palestinës, ata kishin projekt për të ndërtuar kolonitë e tyre ndërmjet të tjerave në Argjentinë, dhe një projekt ishte edhe në Shqipëri. Dhe në një kohë që Izraeli nuk e ka të sigurt mbijetesën e tij, nga që ata nuk e dinë se si do të shkojë lufta e tyre me Islamin, edhe me Iranin në veçantë. Unë besoj që izraelitët ndoshta, ashtu sikur në vitin 1897, kur bën kongresin e parë zionist në Basel të Zvicrës, dhe kryetari i tyre Theodor Herzl shkroi librin Der Judenstaat, apo Shteti Qifut, dhe nisën të projektojnë planet e tyre për shkatrimin e perandorisë osmane dhe kolonizimin e Palestinës. Allahu na ruaj, por ndoshta zionistët mund kenë ndonjë plan të ri, ndoshta për kolonizimin e Shqipërisë, ndoshta për dëbimin e shqiptarëve,
dhe kthimin e Shqipërisë në një Izrael numër 2. Dhe një pyetje të fundit zoti Yazdaxhi, jemi në një luftë të tretë botërore apo në një luftë të ftohtë? Bota në këtë momente është në fillimin e luftës së tretë botërore. Bota sot i ngjan pak a shumë Evropës së vitit 1939, në një kohë kur Italia fashiste kishte kolonizuar Etiopinë, në 1939 në prill do pushtoi Shqipërinë dhe në 1938-39 Gjermania do pushtonte Çekoslovakinë, aneksonte Austrinë dhe në prill të 1939 do ndante Poloninë me Bashkimin Sovjetik. Dhe periudha, domethënë situata e sotme globale duket fiks viti 1939, kur fuqitë botërore janë duke pushtuar vendet fqinj, duke sulmuar, shkatruar regjimet që ata nuk i duan, dhe në qoftë se Amerika do të sulmojë Iranin, dhe sikur Imam Ali Khamenei paralajmëroi sot dje, që tha nëse amerikanët do të na sulmojnë, atëherë do të kemi një luftë rajonale. Nëse presidenti Trump vazhdon në premtimin e tij që do të aneksojë Groenlandën nga Danimarka, atëherë unë mendoj që këto dy lëvizje nga amerikanët ndoshta do të çojnë në fillimin e një lufte e cila do transformohet nga një luftë rajonale, që në këto momente kemi luftë me Iranin, luftë kundër Libanit, kundër Palestinës, Sirisë, Yemenit e tjerë, sikur kemi edhe luftë ndërmjet Rusisë edhe NATO-s në Ukrainë. Po në rast se amerikanët do të sulmojnë Iranin dhe në rast se amerikanët do të aneksojnë edhe Groenlandën, ne mund të shohim për shkallëzimin e luftës dhe fillimin të një lufte botërore ku shtetet e fuqitë të ndryshme do të luftojnë për krah gjithë globit kundër njëri tjetrit. Qartë. Zoti Yazdaxhi, faleminderit shumë që jeni me ne, kënaqësi si gjithmonë.